Gjykatat në vendin tonë janë institucionet ku qytetarët kanë më pak besim, por krahas besimit e gjykatave u mungon edhe kuadri. Një prej tyre është edhe gjykata e Kërqovës. Kryetaria Fluturia Dervishi thotë se përveç gjykatësve mungojnë edhe punëtor administrativ. Janë të parapar vende për 138 të punësuar, por janë vetëm 49. Për moment në gjykatën e Kërqovës janë të punësuar gjykatës 5, dërsa sipas sistematizimit janë të parapara 13 vende pune si gjykatës. Përveç të punësuarve në gjykatën tonë kemi të deleguar në moment edhe 3 gjykatës nga gjykata e themelore e Gostivarit. Mirë po delegimi është punë e caktuar nga një vit. Pas kalimit të një vitit, ato kthehen në gjykatën ku janë të zgjedhur. Por edhe për skaj mungesave, Dervishi lavdrohet se kanë arritur rezultat maksimal në zgjidhjen e lëndëve, duke finalizuar më shumë lëndë se sa kanë pranuar brenda një viti. Vitin 2025, me këtë kapacitet që kishim, arritëm gjykata të jetë efikase dhe arritëm të zbërthejmë një numër të madh të lëndëve. 2025 janë pranuar 17.730 lëndë. Kemi zbërthyer 17.771 lëndë. Do me thonë, kemi zbërthyer afër 41 lëndë më shumë se sa kemi pranuar. Mungesa e gjykatësve nuk mund të plotësohet, pasi që në Kërqovë nuk ka kuadër për momentin, tregon ajo. Për gjykatës, do me thonë, kuadra për moment nuk ka. Kuadrat e fundit që dolën nga Akademia ishin në 2025 dhe të gjitha ato u sistematizuan në për gjykata dhe në për prokurori. Në gjykatën e Kërqovës kishte të interesuar vetëm një kandidat dhe ai u pranua. Në gjykatë risi është edhe hapja e sporteleve për punë administrative, të cilat më parë shkaktoi kaos dhe krijoi indicie për korrupsion. Sipas kryetares së gjykatës, me hapjen e sporteleve, tani ky fenomen është të zhdukur dhe shërbimi qytetarëve është më i shpejt, pa pasur nevojë për pritje të gjata. Po ashtu, është bërë edhe rinovimi i objektit të gjykatës.